katastrofën më të madhe ekologjike në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A është etja jonë e madhe për naftë, ajo që po na shtyn drejt këtyre katastrofave? Megjithatë, ne notojmë në energji dhe po e bëjmë natën ditë. Nafta është motori i qytetërimit modern. Pa karburant, as lëvizshmëria e as prosperiteti nuk mund të vazhdojnë me shpejtësinë aktuale. Çdo ditë ne djegim 14 miliardë litra të kësaj lënde të çmuar. A na ka shtyr kjo varësi drejt një kurthi fatal brenda disa brezash? Pa naftën dhe plehun që prodhohet nga nafta bruto, bujqësia moderne thjesht nuk mund të vazhdojë të ekzistojë. Nga plastika, rrobat e deri te medikamentet, ky lëng fosil përbën shumë gjëra. Një numër shkencëtarësh që vjen gjithmonë në rritje, besojnë se ne kemi kaluar kulmin e prodhimit të naftës në rang botëror. A është kjo një garë që mund të fitohet? Miliarda dollar janë investuar në punën kërkimore dhe në teknologji. Por kur pyeten për rezervat e mbetura, prodhuesit e naftës heshtin. Houston, Texas. Deri në vitin 2010, Matt Simonsi punonte këtu si një prej investitorëve më të suksesshëm në teknologjinë e naftës. Ka një transparencë zero lidhur me atë që po ndodh në 100 apo 200 fushat naftëmbajtëse në botë, ose për sasinë që prodhojnë. Aktualisht, afro 4.000 fusha naftëmbajtëse po prodhojnë naftë. Por gjysma e prodhimit global të naftës mbështetet vetëm në 120 fusha gjigante. Këto fusha gjigante, fatkeqësisht nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë nëpër glob. E ardhmja e botës sonë do të vendoset nga numri i fushave naftëmbajtëse që do të zbulohen nëse do të zbulohen. Fushat gjigante naftëmbajtëse kanë më shumë se 40 vjet që shfrytëzohen dhe prodhimi i tyre po bie vit pas viti. Pyetja se sa arizi ka mbetur në planetin ton është një debat konstant dhe në rritje mes shkencëtarëve, politikanëve dhe ekonomistëve. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në Paris, e njohur si IEA, ka filluar për herë të parë të kontrollojë prodhimin aktual të fushave të mëdha naftëmbajtëse. Kemi bërë një kërkim për 800 puse nafte në të gjithë botën. Rënja e fushave ekzistuese naftëmbajtëse është shumë e madhe. Një rënje prej 6.7% do të thotë që çdo ditë ka një rënje prej 4.7 milion fuqish. Pra, çdo vit ne duhet të gjejmë 5 milion fuqi në ditë. Kjo është një sasi shumë e madhe. Çdo ditë na duhet një Iran ose një Irak. Kjo është ajo që duam të themi. Nëse të dhënat rreth prodhimit aktual janë të sakta, kulmi i prodhimit të naftës ka kaluar tashmë. Ndërkohë, po investohet në fushën e kërkimeve për të zbuluar se si fushat ekzistuese mund të shfrytëzohen në mënyrë më efikase. Austri. Deri në vitet 1960, Austria plotësonte nevojat e veta për naftë vetëm nëpërmjet fushave të saj. Sot, pas 50 vjetësh, nafta që nxirret nga baseni i Vienës plotëson vetëm 13% të nevojave të Austrisë. Tani kompania austriake e naftës kërkon në 6.000 metra thellësi. Këto shpime ekstreme kanë sjellë përfitime vetëm në sajt të rritjes globale të çmimit të energjisë. Për të arritur shpimin në thellësi të mëdha, duhet të bashkohen në rreth 200 tuba shpimi. Arritëm një thellësi prej 6.017 metrash duke përdorur një sondë 22 cm-she. Pastaj cimentuam pjesën rreth kanalit, por fatkeqësisht humbëm kokën e sondës. Një punë as pak e thjeshtë. Tubat e shpimit u bllokuan në shtresa të ndryshme të shkëmbinjve. Kryeshpuesi Winter zgjedh kokën e duhur të sondës për nivelin tjetër. Me kujdes, ata rindezin motorët.
Tubat e shpimit që peshojnë 60 ton dhe të bërë me 6 kilometra çelik, punojnë gjatë gjithë kohës. Çdo shpim është një aventurë financiare. Në zyrat qendrore, gjeologu Philip Strauss analizon të dhënat e marra në thellësi për të kontrolluar më me efikasitet shpimin. Kjo është prova përfundimtare. Kur fillon shpimin, çdo vrim kushton 10 deri në 20 milion euro, dhe kjo është sasia e parave që duhet që unë të verifikoj parashikimet e mia. Të groposura miliona vite më parë, vargmalet e përmbytura dalin në pah në profilin sismik. Ata besojnë se brenda këtyre vargmaleve ka gaz dhe naftë. Në thellësinë 3000-3500 metra, shpresojmë të gjejmë shtresa të depërtueshme dhe poroze, që mund të përmbajnë hidrokarbure. Njëri opsion është të zbresim në 5000 metra, tjetri në 5500. Unë do t'i merrja në konsiderat të dyja. Thellësia mund të na krijojë probleme me peshën në rritje të pajisjeve. Zu große Lasten und haben Probleme dann den Packer zu lösen. Për secilën vrim, projektimi pusit është ndryshe. Në këtë fazë ende nuk ka garanci për sukses. Mesatarisht një Amerikan konsumon 20 herë më shumë naftë se një kines, apo një indian. Nëse Azia do të arrinte nivelin e konsumit amerikan, prodhimi global do të duhej të rritej me më shumë se 300% në ditë. Oposia e botës është dyfishuar që nga vitet 1950. Fal naftës, pleut dhe pajisjeve të rënda, prodhimi bujqësor është rritur me 250% gjatë kësaj kohe. Pa naftë, bujqësia moderne nuk do të arrinte ta ushqente popullsinë e botës. Gjithashtu, flotët industriale të peshkimit do të rreshtnin së punuari kur çmimi i naftës të shkojë shumë lart. Ne duhet arrisim prodhimin nga 85 në 120 milion fuqi në ditë në 20 vitet e ardhshme. Realisht ata e dinë që kjo është e pamundur. Shfrytëzimi komercial nisi në fillim të shekullit të 20. U gjetën depozita të mëdha nafte brenda baseneve parahistorike të oqeaneve. Gjatë miliona viteve, algat e kalbura dhe planktonet përfunduan në fund të oqeanit. Të mbuluara nga rëra dhe shtresat e baltës, masa organike mbeti e bllokuar nga oksidimi. Me akumulimin e nxehtësisë dhe turisnisë, mbetjet u transformuan në hidrokarbure. Tashmë, duke patur më pak peshë, gazi dhe nafta u ngjitën lart, derisa u bllokuan nga shtresat e padepërtueshme të shkëmbinjve. As në ditët e sotme, nuk ekziston asnjë teknologji që parashikon me 100% siguri ku fshihen këta rezervuar. Berlin. Gjeologu Wolfgang Kisling është i specializuar për shkëmbinj koralor parahistorik. Fosilizimi dhe mikrofosilet japin të dhëna që miliona vjet më parë ka ekzistuar një florë dhe faunë e pasur dhe e begat. Brenda porozitetit të shkëmbinjve të lashtë koralor, u krijua një hapësirë e bollshme, vendi ideal për grumbullimin e naftës bruto. Gjatë miliona viteve një pjesë e madhe e naftës që ngjitej lart me ngadalë u bllokua brenda këtyre shkëmbinjve koralor parahistorik. Këto janë fragmente algash të kuqe. Këto janë fragmente e foraminiferesh. Shkëmbinj të lashtë koralor që shkonin deri në kilometra të tëra thellësi evoluan sepse fundi i oqeanit ra për shkak të zhvendosjes tektonike dhe koralet vazhduan të rriteshin në lartësi. Kjo ngjyra blu tregon hapësirën poroze brenda koralit dhe mënyrën si lidhen ata përsosmërisht me njëri tjetrin. 20% e të gjithë naftës bruto të zbuluar ndodhej në këto lloje brigjesh koralore të groposura. Megjithatë, pozicionimi i këtyre shkëmbinjve parahistorik ka ndryshuar tej mase për shkak të zhvendosjes së pllakave tektonike gjatë miliona viteve. Për shkak të kësaj, kërkimi i naftës barazohet me kërkimin proverbial të gjilpërës në kasht. Kjo zonë në jug të Kinës
por edhe ky rajon ka potencial të madh. Azia juglindore mund të shndrohet në një pikë të re të nxehtë. Megjithatë, deri sot, shumica e rezervave janë zbuluar përgjatë gjirit persik. Nga fundi i Omanit deri në Kirkuk në majtë e Irakut. Çdo fushë naftëmbajtëse në lindjen e mesme është brenda atij trekëndëshi. E megjithatë, ky trekëndësh ka shumë pak struktura shkëmbinjsh koralor. Nafta është bllokuar në karbonat dhe në gurët ranor, pranë kufive tektonik. Dhe në 70 vjet eksplorime kanë gjetur pak xhepa nafte në vende të tjera. Metodat për zbulimin e rezervuarve të rinj janë sofistikuar gjatë shekullit të kaluar. Sidoqoftë, geologët nuk janë ende të aftë për të parashikuar ekzistencën e vendeve të reja me hidrokarbure. Vetëm 10% e shpimeve eksploruese janë të suksesshme. Dhe nga zbulimi e deri në pikat e para, duhen afërsisht 10 vjet. Deri tani, nuk ekziston asnjë formë tjetër energjie që të jetë aq e dëndur dhe e lehtë për të transportuar sa nafta. Pa naftën, tregtia globale do të rreshte së funksionuari. Aktualisht, çdo ditë përdoren 14 miliard litra naftë. Për 20 vjet, kërkesa mendohet të rritet edhe 20%. Se nga cilët rezervuar do të mbulohet kjo kërkesë, nuk dihet ende. Është thjesht për të kompensuar rënjen. Na duhen 4 Arabi Saudite. A i kemi 4 Arabi Saudite? Kjo është pyetja më e madhe. Arabia Saudite është furnizuesi më i madh global i naftës aktualisht. 80 vjet më parë, në këtë vend ekzistonin pak rrugë. Sot, modernizimi është gërshetuar me jetën tradicionale. Mijëra kilometra asfalt të çojnë në mes të shkretëtirës. Poshtë ndodhet havari. Fusha naftëmbajtëse është zbuluar në vitin 1948, me një gjatësi prej 280 kilometrash. Ai është rezervuari më i madh që është zbuluar. Arabia Saudite premton plotësimin e kërkesave për naftë edhe për 70 vjet të tjera pa probleme. Megjithatë, nuk është dhënë asnjë detaj që vërteton këto deklarata, pavarësisht të dhënave të mbledhura sekond pas sekonde edhe të transmetuara nëpërmjet satelitit në qendrën e tyre kërkimore në Saudi Aramco, kompania e naftës më e madhe në botë. Një ekip specialistësh ndërkombëtar shtyhet që të shfrytëzojë njërin pus pas tjetrit. Ne mund të optimizojmë zhvillimin e rezervuarve tanë të naftës dhe të gazit. Ata kanë arritur nivelin e prodhimit. Mund të prodhojnë deri në 3000 fuqi në ditë, ndërsa këto puse kanë kapacitetin për të prodhuar deri në 8000 fuqi në ditë, që është një rritje kolosale. Më parë ishte mjaftueshme të hapje një vrim vertikale në tokë. Sot, vrimat e shpuara janë të lakuara horizontalisht në thellësi. Inxhinierët përfundojnë në një shtresë nafte në mijëra metra thellësi. Rezervuari i ri është vetëm pak metra i trash. Shumë puse që janë shfrytzuar industrialisht, po vuajnë një fat të ngjashëm. Duke shtëruar rezervuarin, presioni i mjedisit të brendshëm ulet aq shumë sa nafta ndalon së dali vet nga pusi. Duhet të rrisim presionin. Atëherë, cila është mënyra më e mirë dhe më e lirë? Ne hapim puse në skaj të rezervuarit dhe hedhim ujë. Uji bie poshtë, hyn në rezervuar, fillon të shtyjë naftën dhe ngre presionin. Ndaj puset në mes të rezervuarit të ndjejnë presionin dhe fillojnë të prodhojnë naftë sërish. Apo rallohet nafta e lehtë në shtetet e gjirit. Këtu është kapaku i gazit dhe këtu është nafta e mbetur. Injekthimi i gazit u ndërprej në vitin 2001 dhe u bë një injektim në kapakët e gazit për mirëmbajtjen e presionit dhe për të parandaluar ringopjen e naftës. Ata vendosën të eksperimentonin me diçka që në atë kohë ishte një koncept shumë radikal. Po sikur të rinjektojmë ujë, formacionet nëntoksore të gurëve ndryshojnë në porozitetin e tyre. Kur uji gjen të çara më të thjeshta të kalueshme, fillon të anashkalojë naftën e dëndur. Uji gjen pusin prodhues dhe tipa pritmas prodhon ujë. Injekton ujë dhe prodhon ujë. Nuk është shumë fitimprurse. Edhe në Austri u detyruan të injektonin më shumë ujë në thellësi për të nxjerrë në sipërfaqe depozitat e mbetura. Më pas, uji ndahet dhe kontrollohet. Kur nafta del në sipërfaqe,
është më e thjeshtë të ndahet nga uji. Në Austri, raporti uj-naft ka arritur deri në 92%. Përtej raportit 98%, prodhimi nuk është më fitimprurës. Ne kemi ende mjaft mbetje nafte. Detyra e këtij impianti është që të ndaj plotësisht këtë mbetje. Dieses Restöl vollständig zu entfernen. Raporti në rritje i ujit me naftën është një tregues për një fush që po shteron. Kjo s'është katranosja e askujt. Ky është një problem sistematik që ka përfshirë të gjithë globin. Fushat e saj naftëmbajtëse mund të zhvillohen vetëm nëpërmjet investimeve të jashtëzakonshme. Prandaj po shpenzohen gjithmonë më shumë dollar për rritjen e faktorit të rikuperues të një fushe të vjetëruar. Në qendrën e teknologjisë së Shellit në Holand, Matthias Bikseli dhe ekipi i tij i kërkuesve punojnë me teknologji që do të rrisin në rezervat e rikuperueshme në nivel global. Kur shohim fushën mesatare naftëmbajtëse në botë, rikuperimi është rreth 35%. Pra, kjo do të thotë se 65% e naftës qëndron në tokë. Bashkë me PDO-n, zhvillimi i naftës së Omanit, Shelli ka zhvilluar një substancë të re, një lëng polimeri me një viskozitet të ngjashëm me naftën, por më i mirë se uji për të shtyrë naftën bruto nga guri i rezervuarit. Dhe mund të nxjerrësh naftën nga poret. Prodhimi i këtyre polimerëve është ende një proces i sofistikuar, pasi hidrokarburet ndryshojnë në substancë nga rezervuari në rezervuar. Çdo solucion polimeri duhet të përshtatet me secilën fushë naftëmbajtëse. Lëngu pasurohet më tej me një shpërbërës për të rritur çlirimin e naftës nga shkëmbinjt nën toksor. Testimi i plot i proceseve që do të përdoren minimizon rrezikun ekonomik. Më vonë, polimer që kapin një vlerë më shumë se 1 milion euro në ditë injektohen në rezervuar. Nëse kjo metodë arrin pritshmëritë, kjo mbetet për të vërtetuar në një provë në terren, që do të fillojë së shpejti. Në Oman, injektimi i polimerëve filloi në një shkallë të gjerë në vitin 2010. Mund të duhen 2 deri në 3 vjet për të marrë rezultatet. Por nëse del me sukses, kjo do të thotë se ky është një hap gjigant për prodhimin global të naftës. Nëse shohim këtë naftën me përzierje tensioaktive, ne mendojmë se mund të arrisim faktorin rikuperues me 10 deri në 20% për atë fushë naftëmbajtëse, që është diçka mpreslënse. Nëse rikuperimi mund të rritet vetëm me 1% globalisht, mund të sigurojë rezerva të mjaftueshme edhe për 3 vjet të tjera. Problemi kritik është se për çdo rezervuar, për çdo lloj nafte bruto, ne duhet të krijojmë një koktejl të ri. Për sa kohë që përdorimi i polimerit është ende i diskutueshëm, pjesa më e madhe e investimeve po kanalizohet në zbulimin e fushave të reja naftëmbajtëse. Për shumë vite OPEC-u nuk ju ka dhënë leje të reja shpimi kompanive perëndimore të naftës, edhe për këtë arsye deti është bërë tërheqës. Teknologjia për të kontrolluar basenet e thella për naftë bazohet tek ajri i kompresuar. Tash të quajturit topa ajri krijojnë zhurmën më të madhe të bërë nga njeriu. Brenda disa milisekondash, topat e ajrit krijojnë fluska gjigante të cilat kur përplasen, krijojnë valë presioni, të cilat depërtojnë më shumë se 10 kilometra në shtratin e oqeanit. Depozitat e naftës dhe gazit reflektojnë një model të njohur jehone. Fakti që kjo është e dëmshme për balenat dhe delfinët është pranuar. Hap pas hapi, fushat e fshehura hidhen në hartë. Hanover. Shkencëtarët e Institutit Gjerman për Gjeoshkenca dhe Burime Natyrore kanë mbledhur një sasi të madhe të dhënash gjatë dekadave të fundit. Ata synojnë zonat që asnjë kompani tregtare nafte nuk ka ndërmarrë rrezikun financiar për t'i studiuar. Këto amplituda tregojnë se ka shumë gjasa që brenda sedimentit të ketë naftë dhe gaz. Pyetja shtrohet se nga vijnë nafta dhe gazi. Ndoshta nga këtu poshtë 5 ose 6 kilometra në thellësi formohen hidrokarburet,
Nga atje ata ngjiten tek ta shkëmbinjt koralor, bllokohen dhe pasurojnë edhe këtë sediment. Këtu hidrokarburët bllokohen. Ekspeditat eksploruese për gjetjen e rezervuarëve të rinj po bëhen gjithnjë më kërkuese edhe të kushtueshme. Kohët e fundit ka hyrë në lojë edhe rajoni polar. Gjithashtu teknologjitë mungojnë ende për rikuperimin e naftës në kushte kaq të vështira. Një eksplorim ekonomik i fushave arktike është ende dekade larg, edhe nëse ndodhin aksidente aq larg në veri, do të ishte një katastrofë. Ndërkohë kërkuesit e naftës po hynë thellë më thellë në oqeane në kërkim të lëngut të tyre të çmuar. 200 kilometra në det të hapur, kompleksi shpues Perdido ngrihet mbi gjirin e Meksikës. Operacioni shpimit është në fazën e fundit. Një planifikim të shpimi deri tek prodhimi, një pus në det kërkon jashtëzakonisht shumë sforco dhe para. Del Snyderi është menaxheri i projekteve të Perdidos. Ai bën kontrollet e fundit teknike. Çdo hap duhet kontrolluar. Edhe gabimi më i vogël mund të çojë në një katastrofë. Profile sismike janë studiuar me kujdes paraprakisht nga gjeologja Mfon në Holland. 2000 metra nën shtratin e oqeanit ndodhet vargmali i Perdidos, nga i cili e ka marrë emrin fusha naftëmbajtëse. Shtresat me rezerva nafte duken qartë. Kjo mund të na tregojë se aty mund të ketë gaz. Ngjyra e kuqe e fortë tregon se aty mund të ketë një hidrokarbur të mirë. Pra duket se si nafta po ngjitet lart në rezervuar. Kjo është fantastike. Është aftësia për të ndërtuar struktura që mund të qëndrojnë në oqean. Nga ideja deri te zbatimi u deshën plot 14 vjet. Në vitin 2010, 3 muaj para shpërthimit të Deepwater Horizonit, Perdido filloi me sukses prodhimin. Të dyja përdorën teknologji të ngjashme. Funksionimi i suksesshëm nën trysni dhe temperatura kaq ekstreme nuk mund të garantohet kur 100% nga asnjë inxhinier. Një sistem kompleks tubash lidh puset e largëta të prodhimit me një operacion të përbashkët prodhimi. Në rast të ndonjë problemi serioz, s'ka asnjë metodë të garantuar emergjence për të ndaluar rrjedhjen e lirë të naftës. Kthehemi te platforma. Mjeti në New York i telekomanduar bëhet gati. Dale Snyderi kontrollon kolektorët e tubacioneve. Kamerat vëzhgojnë çdo hap. Në shtratin e oqeanit është një kolektor. Ai ka tufa me tuba që vijnë nga puset e ndryshme të prodhimit. Me rritjen e thellësisë rritet edhe sforcimi i pajisjeve. Për të lidhur Perdidon me sistemin tjetër të tubacioneve, inxhinierëve u duhej të instalonin 120 kilometra tubacione nën kushte ekstreme. Ata kalonin përmes luginave dhe shpateve të maleve. Ne presim që platforma të prodhojë 100.000 fuqi në ditë. Rreth 35.000 puse janë hapur në gjirin e Meksikës dhe pa aksidente të mëdha. Më 20 prill 2010, një shpërthim i fuqishëm trondit platformën shpuese Deepwater Horizon. 115 punëtorë shpëtohen dhe 11 humbasin jetën. Kjo shkakton derdhjen më të madhe të naftës në Amerikë. Në 3 muajt në vijim, një rrjedhje 1500 metra nën sipërfaqe nuk mund të ndalet. Rreth 780 milion litra naftë bruto
vërshojnë të pakontrolluara në det. Para se të shpërthente, Deepwater Horizon kishte një rekord të shkëlqyer për sa i përket sigurisë. Ekuipazhi i tij hapi me sukses një pus në 10 kilometra thellësi. Tani ata po përpiqeshin të shponin në një rezervuar me presion shumë të lartë, në 5700 metra thellësi. Megjithatë, filluan ndërlikimet e shumta, siç kujton krye mekaniku Doug Brown. Ai pusi ishte një makt i vërtet që në fillim. Shpimi filloi në tetor të vitit 2009. Pastaj gjiri u godit nga uragani Ida. Vetëm pas 40 ditësh, përpjekja e parë e shpimit duhej të pezullohej. Shpimi i pusit duhet të zgjaste 90 ditë. Me të gjitha problemet që patëm me të pus, shpimi ishte shumë prapa afatit. Dhe po i kushtonte BP-s miliona dollar. Jam i sigurt që ishin miliona. 10 orë më pas, gazi dhe nafta fillojnë të dalin në sipërfaqe. Në këtë pikë, vetëm parandaluesi i shpërthimeve mund ta mbyll pusin. Por presioni hidraulik është shumë i dobët për të mbyllur tubin, dhe vetëm e shtyp, pa e izoluar. Gazi dhe nafta dalin nga vrimat e pasiguruara të shpimit, ku ndizet edhe shpërthen. 2 muaj më vonë, derdhja e naftës arrin madhësinë e Portugalisë. Një fraksion i vogël hiqet nga uji. 40 milion litra të tjera digjen qëllimisht në sipërfaqe. Shqetësimi më i madh është se nafta bruto do të arrijë bregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më pak se 80 kilometra larg. BP-ja do të shmang me çdo kusht një ekspozim të tillë publik. Dhe fillon një eksperiment të rrezikshëm. Ata spërkasin koreksit në naftë, një shpërbërës kimik që vite më parë ishte ndaluar në Evropë. Më shumë se 4 milion litra koreksit shpërndahen për gjatë gjirit. Ai duhet të ndihmojë në shpërbërjen e naftës për ta bërë më të tretshme nga bakteret. Praktikisht, kimikati shpërbën shtollungat e naftës së kuqe në pikza të imta. Koreksiti funksionon kështu. Kimikatet shpërbëjnë naftën në pikat vogla, që fundosen poshtë të sipërfaqes dhe qëndrojnë pezull në ujë, duke e bërë naftën thuajse të padukshme për syrin e lirë, por është ende aty. Thjesht është shpërndar në mënyrë efikase për gjatë kolonës ujore. BP-ja pretendon se shpërbërsi nuk është i rrezikshëm dhe vendos të nisë një eksperiment akoma edhe më të rrezikshëm. E shpërndajnë koreksitin direkt në thellësi. Në rreth 1500 metra thellësi ata pompojnë edhe 2.500.000 litra të tjera lëng agresiv në naftën gurgulluese. Matjet zbulojnë se kalbja bakteriale e naftës nuk po bëhet sipas planit. Përkundrazi, një shtollungë e madhe nafte zbulohet në një thellësi prej 1200 metrash. In this area, natural water upcurrents occur which lift nutrients from the deep sea. Në këtë zonë ka rryma uji natyror që ngren lëndë ushqyese nga thellësia e detit. A është koreksiti aq i padëmshëm për zinxhirin ushqimor sa pretendohet? Anijet e përfshira në pastrim kanë raportuar për një rritje të dëmtimeve të motorëve. Koreksiti shpërbën edhe izoluesit e gomës. Pastrimi nuk duket se ndihmon. Koreksiti u përdor edhe pas derdhjes së naftës së Exxon Valdesit në Alaskë, që në atë kohë, toksikologja detare Ricky Oti është specializuar në efektet anësore të koreksitit. Industrisi pëlqen të thotë se nafta do të hahet nga bakteret dhe do të shduket. Bakteret janë të mira për të ngrënë alkane. Ato janë hidrokarbure të një zinxhiri linear të lidhura bashkë si një tren me vagon të ndryshëm. Problemi është se në gji ka alkane dhe aromatik. Edhe bakteret shpërbëjnë molekulet e naftës me zinxhir të gjatë. Ato nuk janë efikase me molekulat në formë topi. Ato mbeten në ujë. Koreksiti 9527 është i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Shpërbën gjakun, shpërbën qelizat e gjakut, shkakton dëmtim të veshkës, të mëlçisë, çrregullime të gjakut, madje vret bebe në mitër. Është një toksin për fetusin.
Ky është një kimikat i keq. Komuniteti i shkencëtarëve e di që nafta e shpërbër është më toksike se nafta e pashpërbër dhe që shpërbërësit dhe nafta e shpërbër janë më toksik se nafta si etër. Pra ky kimikat thjesht shpëton industrinë e naftës nga një makt marrëdhëniesh me publikun. Pra, ose nafta do të shpërbohet përgjatë gjithë sipërfaqes së oqeanit, ose do të shtyhet poshtë në kolonën e ujit. Më 15 korik, 90 ditë pas shpërthimit, edhe pas rreth 750 milion litrave të derdhura, BP-ja arrin ta mbyll posin. Pas qasjes së tretë, ata vënë një kapak të përkohshëm në burim. We got a little bit more to go. Jeff, go ahead and let go. Go ahead, let go. How you looking like we're on marking? Looks right for me. Megjithatë, kjo është vetëm një zgjidhje e përkohshme. Yeah, roger that. Prandaj dhe BP-ja hapi një të ashtu quajtur pus çlirues. Pas 3 muajsh pusi çlirues arrin në rezervuarin kryesor në rreth 5 kilometra thellësi. Injektohet një përzierje veçantë balte, gjë që shtyn poshtë naftën më të lehtë dhe ndalon për të ngjitur lart. Më pas, ata injektojnë një lloj betoni për ta mbyllur pusin përfundimisht. Izolohen vetëm 200 metrat e poshtme të vrimës, 3000 metrat e gjatë të shpimit, duke lënë xhepa të vegjël hidrokarburesh lart të pa izoluara. Për shkak të shpimit me shumë presion, në pus pati shumë thyerje. Kjo mund ta lejojë naftën dhe gazin të vazhdojë të rrjedhë në ujë, por askush nuk do ta shohë. Të gjitha kamerat në thellësitë detit u fikën, kur pusi u shpall zyrtarisht i mbyllur. Jeta duke se ishte kthyer normalitetit në gjirin e Meksikës. Qeveria amerikane nuk do ta dëmtojë prodhimin kombëtar të naftës, por me çfarë çmimi? Gjysma e gjirit të Meksikës thuajse është zbrazur, ndërsa gjysma tjetër qëndron mbi disa fusha supergjigante naftëmbajtëse që pas 5 vjetësh s'do të jenë supergjigante. Vetëm 2 fusha e arritën kapacitetin e parashikuar. Mesatarja e tyre arriti 50% të kapacitetit të parashikuar për 1 ose 2 muaj. Pra të gjitha ishin praktikisht dështime tregtare në një farë kuptimi. Po ta kishin ditur që do të prodhonin kaq pak, do të kishin shpenzuar 1/3 e shumës së parave dhe do të kishin bërë gjëra më të vogla. Këto janë mendjet më të ndritura të kësaj industrie, por nuk begenisin të kthehen pas e të shikojnë të dhënat e tyre. Edhe Matt Simonsi, që pjesën më të madhe të suksesit të tij ja detyron investimeve më të kushtueshme në teknologjinë e naftës, është i shqetësuar. Por shqetësimi im është, po të ishe në 1500 metra thellësi dhe të kishe një problem, a mund ta zgjidhje? Dhe e përgjigja është jo. Shpreson të zgjidhet vetë. Dhe kulmi tragjik i Makondos tregon se ajo që na ka mbetur është shumë e vështirë për t'u shfrytzuar. Dhe ekspozon industrinë para rreziqeve të cilat nuk kemi teknologjinë t'i zgjidhim. Dhe ky problem mund t'i ndodh kujdo. Imazhet e Deepwater Horizonit u panë në të gjithë globin. A duhet të përgatitemi për ngjarje të ngjashme katastrofike në të ardhmen? Washingtoni supozohet se i ka shtrënguar rregullat për shpimet e reja. Dhe tani e tutje, drejtori i përgjithshëm i një kompanie nafte mund të mbahet përgjegjës për aksidentet që vijnë për shkak të gabimeve të tij në menaxhim. Etja jon për naftë mbetet e madhe, por edhe për sa kohë do të mund të vazhdojmë nivelin ton të konsumit të shkujdesur. Është irrituese që OPEC-u ende thotë se nuk ka asgjë për të shqetësuar, pasi rezervuaret e tyre janë shfrytzuar në maksimum ndër vite. Ka një bollëk nafte në tokë, sidomos në gji, që është nafte e shfrytzueshme dhe e lirë dhe mund të mjaftojë deri në fund të shekullit. Në vitin 1988 ndodhi diçka e mrekullueshme. Papritmas, rezervat zyrtare të Irakut u dyfishuan në 100 miliard fuqi. Po ashtu edhe Abu Dhabi, Irani dhe Arabia Saudite rritën numrin zyrtar të fuqive të prodhuara. Më parë OPEC-u kishte vendosur një rregull të ri që i lejonte një antari
të pomponte dhe të shiste më shumë naftë nëse kishte më shumë. Nga doli kjo rritje e befte naftës? Nuk mund të thuash që këto numra të OPEC-ut janë të vërtet. Kjo duhet zbuluar çështje pas çështjeje. Nëse ato shifra ishin të egzageruara së kohe, kjo do të sillte një mbivlerësim të rezervave të mbetura globale sot. Epoka e naftës së lehtë duket se ka mbaruar për gjithmonë. Ne jemi përqendruar te nafta e lehtë, siç e quajmë ne. Tani duhet të përqendrohemi tek nafta që është paksa më e vështirë për të nxjerrë, dhe pikërisht këtu janë përqendruar kërkimet tona. Kanada. Kjo rër mban rezervat e dyta më të mëdha të naftës që dihen deri tani. E përbërë prej baltës dhe ujit, ajo përmban deri në 20% naftë të rëndë. Për të marrë këtë burim, rëra përzihet me ujë të ngrohtë dhe nxehet në silose gjigante. Përdorimi i energjisë dhe ujit është i jashtëzakonshëm. Për të prodhuar 1 ton naftë bruto, përdoren 4 ton ujë. Pastaj përzierja e naftës dhe ujit duhet të ndahet. Procesi i riciklimit është i lodhshëm, dhe çdo aksident mund të shkaktojë një katastrofë mjedisore. Rërat bituminoze të Kanadas janë të shpërndara në një hapësirë më të madhe se sa ajo e Britanisë së Madhe. E megjithatë, vetëm 20% është e disponueshme për shfrytëzim. Së fundmi, shtresat e thella të rërës bituminoze kanë tërhequr interese tregtare. Ende në fazë eksperimentale, kërkuesit po eksplorojnë mënyra për ta ndarë naftën pa patur nevojë të shtojnë ujë të ngrohtë. Në eksperimentin ton, ne masim regjimin e temperaturës me këto telat e hollë për të kuptuar si ta nxjerrim naftën bruto duke shtuar fluksin e naftës. Si një furrë gjigante nëntoksore, mijëra shufra elektrike nxehin rërën. Kjo kërkon një sasi ekstreme energjie. Kur rëra nxehet, nafta çlirohet, dhe nafta e lehtë e çmuar ngjitet në sipërfaqe, duke e lënë pas naftën e rëndë bruto. Tashmë është ngritur një impiant për një provë në terren, por procedura e nxehjes është ende shumë e kushtueshme krahasuar me shfrytëzimin minerar nëse zbatohet në një shkallë më të gjerë. Kur rërët bituminoze të Kanadas të shihen si një e tërë, kufizimet inxhinierike dhe ligjet mjedisore do ta çojnë kapacitetin maksimal të prodhimit në një nivel prej 5 milion fuqish në ditë. Gjithsesi, shumë më pak se kërkesat në rritje të botës. Betejë për të kontrolluar naftën ka vite që vazhdon. Kuvaiti, Iraku dhe së fundmi Libia janë thjesht gurshahu për këtë lojë të kushtueshme. Nëse pas 10 vjetësh jemi në një situatë ku mund të përdorim vetëm 60 milion fuqi naftë në ditë dhe nuk kemi një plan të menduar me kujdes që përfshin të gjitha vendet e mëdha, atëherë me shumë gjasa do të gjendemi në luftën më të keqe të njerëzimit, e cila s'do të zgjas shumë. Prandaj unë mendoj se është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë që kjo nuk është lojë, nuk është një mënyrë për të fituar sa para, por është çështja kryesore e shekullit të 21. Singular issue of the 21st century. Apo arrin bota fundin e epokës së naftës siç e njohim ne? Disa do thoshin jo. Në Institutin Mbretëror të Teknologjisë në Stockholm, fizikanti rus Vladimir Kucherovi mëson teknologjinë e energjisë. Kucherovi po koordinon një ekip ndërkombëtar kërkimor për origjinën e naftës. Ne dim si të gjejmë depozita të reja hidrokarburesh në botë. Rusia është prodhuesi i dytë më i madh i naftës në botë, por 2/3 e fushave të saj janë që tani në rënje. Ronashkino, juglindja e maleve urale, është një prej fushave ruse më prodhimtare. Në vitet 1980, shumë prej puseve të tij u thanë. Dhe papritmas, në vitet 1990, nga këto vrima të thara filloi të rrithte naftë e re.
Nafta e re ka një dëndësi të ndryshme dhe përbërje molekulare nga ajo e mëparshmja. Në Universitetin Shtetëror të Kazanit, Irina Plotnikova po analizon strukturën kimike. E ashtu quajtura përbërje izotopike, që detajon të gjithë elementët e naftës, duket ndryshe nga nafta e mëparshme. Çfarë mund t'i ketë shkaktuar këto ndryshime? Kjo është vetëm një mundësi. Nafta ka ardhur nga thellësia. S'ka burime organike për këtë sasi të madhe nafte të nxjerrë. Proceset e dekompozimit biologjik nuk e shpjegojnë këtë naftë që formohet shpejt. Ekipi kërkimor i Kuçerovit e ashtu quajtura përbërje izotopike, që detajon të gjithë elementët e naftës, duket ndryshe nga nafta e mëparshme. Çfarë mund t'i ketë shkaktuar këto ndryshime? Kjo është vetëm një mundësi. Nafta ka ardhur nga thellësia. S'ka burime organike për këtë sasi të madhe nafte të nxjerrë. Proceset e dekompozimit biologjik nuk e shpjegojnë këtë naftë që formohet shpejt. Ekipi kërkimor i Kuçerovit beson se hidrokarburet vazhdojnë të sintetizohen brenda mantelit të sipërm të tokës, në një thellësi rreth 240 kilometra. Nxehtësia dhe presioni e shkrin karbonin ekzistues, edhe hidrogenin në hidrokarbure, nafta jon bruto. Nëse teoria e tyre është e saktë, shtroj pyetja se si mund të ngrihet nafta e re në një nivel të shfrytëzueshëm. Nën këtë fushën e madhe naftëmbajtëse, shohim shpërbërjen e korës së tokës dhe të mantelit të sipërm. Duket si një kanal gjigant. Pejsazhi është rreth 100-150 kilometra në diametër. About 100-150 kilometers in diameter. Romashkino ndodhet pranë maleve urale. Nën tokë, këtu, ka çarje të thella tektonike. Analiza gjeologjike zbuloi fusha teje të forta magnetike dhe rritje të temperaturës së tokës. Koncepti që toka prodhon vazhdimisht naftë nuk është i ri. Fillimisht ka qenë një teori e Dmitri Mendelejevit rreth 100 vjet më parë. Fatkeqësisht, atij i mungonin pajisjet shkencore për të vërtetuar teorinë e të ashtu quajturës origjina abiotike e naftës. Më në fund, një pus kërkimor 7.000 metra i thellë u hap në shkëmbin e granitit në vitet 1980. U shpua më poshtë sedimentit oqeanit dhe u gjetën gjurmë nafte, ku sipas gjeologëve perëndimor të naftës, ajo nuk duhet të ekzistojë. Në vitin 2008, pusi u braktis. Ishte vetëm për qëllime kërkimore. Këto zbulime mbështesin teorinë e origjinës abiotike, por kërkuesit perëndimor mbeten skeptik. Ekspertët rusë të naftës mbajnë një konferencë në fushën e Romashkinos. Tema është fenomeni i rigjenerimit të rezervuarve të naftës. Në vend që të shterohen, puset e naftës rigjenerohen në mënyrë periodike. Ky zbulim zgjoi interesin e kryeshkendstarit të kompanisë ruse të naftës Tatneft. Ndodhemi në qendër të fushës naftëmbajtëse supergjigante të Romashkinos. Ne po kërkojmë metoda për lokalizimin e kanaleve. Jemi në fillimet e përdorimit të ideve të origjinës abiogjenike. A është nafta një burim i pafund? Deri sot, asnjë kompani perëndimore nafte nuk e ka adoptuar teorinë e naftës abiotike. Nëse Kuçerovi ka të drejtë, nafta duhet kërkuar pranë strukturave të thyera gjeologjike, ku çarjet e thella arrin shumë më poshtë. Ekspertët perëndimor janë skeptik për këtë origjinë jo biologjike të naftës, madje mbajnë qëndrim armiqësor.
Tradicionalisht dihet se vjen nga lëndët biologjike, bimët, insektet ose krijesat e gjalla. Insects or some living creatures, but Por mund ta kem gabim. Të gjithë kanë gjetur gjurmë metani, ndaj unë besoj se mund të jetë e mundur që metani të gjenerohet në një formë jo organike. Por deri tani askush nuk ka mundur të vërtetojë një bollëk metani. Dhe kur shesh shkëmbinjt me përmbajtje të këtij metani, ato janë hidrokarbure shumë të vështira për t'u marrë. Shumica e fushave naftëmbajtëse janë gjetur në sedimentet e lashta të oqeaneve, gjë që duket se mbështet bindjen e shkencëtarëve perëndimor. Sidoqoftë, ka edhe disa përjashtime, si në Vietnam, ku nafta dhe gazi gjenden në granit. Austri. Kanë kaluar 7 muaj. Koka e sondës ka arritur në 6.000 metra thellësi. Deri tani nuk është gjetur as gaz, as naftë. Kryeshpuesi Winter merr mostra për t'i analizuar në laborator. Çdo fakt është i vlefshëm. Organizma një qelizor të fosilizuar, prova jete të lashtë biologjike. Ky është gjithmonë një fat i madh, të gjesh mikrofosile kaq të bukura në baltën e shpimit. A janë këto mikrofosile një provë e mjaftueshme që origjina biologjike e naftës është origjina e vetme? Sigurisht, ekzistojnë edhe hidrokarbure me origjinë jo organike, siç e vërtetojnë edhe shumë ekspedita hapësinore. Ka planet me oqeane të tëra të mbushura me hidrokarbure të lëngshme. Në shumë planet, NASA ka zbuluar përbërësit e naftës, hidrokarburet. Jeta biologjike nuk ka ekzistuar as në Titan e as në Mars, gjë që mund të shpjegonte praninë e metanit. Kërkime rrënjësore në thellësinë e detit. Aty ku ndahen pllakat tektonike, kërkuesit e IFM Gjeomarit po masin një përqendrim të lartë të metanit. Poshtë, ku ndahen pllakat tektonike, është shumë e pagjasë që këto lëndë organike të kenë qenë të pranishme aty. Kjo vërteton se hidrokarburet formohen pa burimet biologjike. Edhe me skizmat e vazhdueshme në teori me perëndimin, kërkuesit rus parashikojnë zbulimin e zonave të reja naftëmbajtëse pranë çarjeve të thella dhe aktive tektonike, si në Amerikën e Jugut. Ekipi Kuçarovit përdor harte që tregojnë ku kryqëzohen vijat e çarjeve të thella tektonike dhe tregojnë ku mund të mbushen rezervuaret e naftës nga kanalet në mantelin e sipërm të tokës. 90% të gjitha fushave naftëmbajtëse mund të shpjegohen lehtë edhe me teorinë abiotike. Kuçarovi dhe ekipi i tij po punojnë me një software të ri për të parashikuar pika të tjera. Në këtë zonë janë zbuluar fusha gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Por shiko këtu, ka shumë zona me perspektivë për fushat e reja gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Dhe kjo është zona me perspektivë për fushat gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Naftë nga thellësia e planetit tonë. Teoria abiotike është e diskutueshme, por ka mbështetje. Edhe nëse është spekulative, pse nuk e ka studiuar perëndimi? Praktikisht, ne nuk e prekim këtë teori. Por do t'ishte interesante, pasi do të thoshte se do të mund të kërkonim naftë kudo. Ata thonë se është vërtetuar që fushat naftëmbajtëse për të rihen.
Po të jetë kështu, atëherë 200 fushat më të mëdha naftëmbajtëse të shteruara kanë qenë pa fat, sepse asnjëra prej tyre nuk është për të rirë. Pra këto shkojnë për te optimizmit, janë ëndra. Është ose biologjike ose e prodhuar nga planeti Tokë. Pra mund të kemi më shumë prodhim nafte në të ardhmen? Mos u shqetësoni. Ky është një argument, por se di cila është e vërteta. Pra, s'kam aftësitë e duhura teknike për ta thënë këtë. Sigurisht, ekziston edhe një origjinë abiotike, por për të qenë praktike nga pikpamja komerciale, duhet të kemi mjetet për diçka të tillë dhe njohuritë e duhura për ta gjetur.